Nga procesi i konfiskimit, ose le të fillojmë nga fillimi, nga vendimi ose i gjykatës te urdhri i prokurorit dhe kalimi i tyre për administrim te KPSK-ja, ky është procesi i parë, domethënë, marrja në dorëzim e pasurisë dhe momenti ku ne fillojmë dhe e destinojmë një pasuri për funksion të organizatave ose të komunitetit është ai i konfiskimit. Bëhet një vlerësim teknik me anë të një komisioni, i cili propozohet pranë komitetit ndërinstitucional, i cili ka pjesëtar nga institucione të ndryshme, të cilët vendosin se një pasuri ka vlerë më të madhe nëse vendoset për ripërdorim social, se sa të shitej ose se sa të jepej me qira. Ky është procesi në vetvete që funksionon tek KPSK-ja. Në momentin që ne bëjmë një vlerësim dhe kjo pasuri destinohet për një organizat, atje bëhen dhe vlerësime të tipit çfarë aktiviteti do të bëjnë, ata kanë një përshkrim të gjithë projektit dhe gjithë aktivitetit që ata japin për këto komunitet. Procesi që ka është, siç thash, vlerësimi teknik i cili bën administratori bashkë me një komision posaçëm në lidhje me pasurinë. Cili është vlerësimi? Vlerësimi është që një pasuri ka vlerë që ne të krijojmë të ardhura duke marrë qiran e kësaj prone dhe përsëri fondi të kalojë te fondi posaçëm dhe të jepet përsëri për ripërdorim social, apo nëse një pronë nuk është shumë feasible për të dhënë me qira, atëherë ta destinojmë